Të nderuar shikues, ju përshëndes të gjithëve. Unë jam Athina Lolo, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ për të njohur me zhvillimet kryesore. Do ta nisim sot këtë edicion informativ me një bisedë me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Erion Veliaj, të cilin e kam sot në studio. Zoti Veliaj, përshëndetje. Shumë faleminderit. Në studion e lajmeve të Dritare TV. Dhe ku më mirë se ta mbyllnit vitin këtu, sepse jemi një laborator të rinj, një grup të rinj, të cilët kemi ardhur, jemi formuar, jemi zhvilluar, punojmë këtu dhe ku më mirë këtu, sepse të jepnit edhe ju mesazhin tuaj për vitin 2022, për vitin e të rinjve. E vlerësoj jashtë dhe ishte shumë breslënse duke takuar stafin tuaj, as nuk e dija, nuk e kisha iden, pra e ndjek Dritaren, po nuk e dija që mbas ekranit ishin një duzin me çuna dhe goca të rinj me energji, edhe provon gjithmonë atë stereotipin, ku thon njerëzit cinik që këtu s'ka njerëz, këtu ka njerëz. Ti duhet t'i motivosh, t'i gjesh, t'i inkurajosh, edhe qartësi Rudina këtë ka bërë me këtë staf, kështu që jam shumë i surprizuar për mirë, edhe ju uroj shumë sukses. Faleminderit. Atëherë përpara se të flasim për planet e ardhshme për vitin 2022, do doja të ndaleshim pak tek viti 2021. Një vit i përfshirë, duke përfshirë shumë probleme me pasojat e tërmetit, pasojat e pandemisë, një vit i vështirë për ne, për ju, për të gjithë. Gjithashtu zhvillimi i një kryeqyteti që tani jo vetëm është kryeqyteti i të gjithë shqiptarëve, por një qendër shumë e rëndësishme e Ballkanit Perëndimor. Çfarë shënoi 2021-shin tuaj si kryetari i Bashkisë së Tiranës? Shkoj, ishte një vit vërtet, siç e thatë ju, kantieresh. Kantieresh jo nga qefi, nga halli, disa herë, se ishin kantieret e tërmetit, vetëm në Tiranë janë 508 shtëpi. Po 508 shtëpi janë 508 vende, kryesisht fshatra, zona malore, zona thella. Sigurisht kemi pasur disa projekte më të koncentruara, si ato pranë rrugës nacionale në Vaqar apo në Ndroq, po tipikisht kanë qenë të shpërndarë, do thotë që në thelb janë një kantier në vete, pra 500 ca kantiere në territor. 14 shkolla të reja që u hapën këtë vit, disa të tjera janë ndërtim, do hapën vitin tjetër, shumë e rëndësishme. Ajo që tha kryeministri, mund ta shfrytëzojmë këtë fatkeqësi si mundësi, pra për sa kohë që ti s'e ndalon dot, të paktën i përshtatesh. Dhe shfrytëzuam si mundësi. Shkollat e reja janë bërë më të mëdha, më të bukura, më të forta. Ishte një vit i rëndësishëm, ishte vit zgjedhor. Dhe si bëhen zgjedhje në një moment ku ti ktheki historinë e pandemisë, pra shumë prej protokolleve ishin të vështira për të bërë atë fushatën klasike, ktheki historitë e tërmetit që njerëzit ti s'mund të thuash unë do bëj tani 3 muaj fushatë, s'do merrem me këtë punë, pra ishte një xhonglim i disa gjërave që ndodhen bashkë. Megjithatë ja dolu me sukses në zgjedhje, ja dolu me sukses, njerëzit na dhanë besim për të vazhduar, sidomos fushatën e madhe të vaksinimit dhe fushatën e madhe të rindërtimit, edhe më vjen mirë që nesër do ta mbyllim vitin me pallatet e reja tek 5 maj. Unë e di që sa herë që ndodh një gjë e bukur në vend, është gjithmonë ajo minoranca e zhurmshme, që thotë jo po bëhet kështu, s'bëhet ashtu, dhe ti pyet njerëzit, ti je epidemiolog që jep mend që mos bëjmë vaksinën? Ti je inxhinier që jep mend ku bëhet shkolla dhe si bëhet pallati? Dhe them, sikur secili të bëj mirë punën e vet dhe jo punën e tjetrit, ose të japi mend për punën e tjetrit, ne do kishim ecur më shpejt përpara. Ishte vit i rëndësishëm se i dham dum disa dramave komplet absurde, siç ishte ai 3 vjeçar tek Astiri, duke djegur goma, duke bërë blokada. Dhe ti mendon në fund ditës, ç'a logjike ka politika kështu? Në atë rrugë do kalojnë gjithë të majtë e djathtë, te këndi lodrave lozin gjithë majtë e djathtë. Në shesh po festonin gjithë majtë e djathtë, te Kalaja pi një kafe të gjithë, në pazar shkojnë të gjithë. Pra, a mund të bëjmë një pakt kombëtar që për ca gjëra që janë jo politike, por që të gjithë kanë akses dhe i shijojnë, ne mos pengojmë njëri tjetrin, sepse kemi treguar që kur nuk pengohet shqiptari nga shqiptari, ne ecim shpejt. Unë e di që ndonjëherë kemi gjetur përgjigjen për fatkeqësitë tona kombëtare që jo po greku, jo po shkjau, jo ne bllokojmë njëri tjetrin të paktën në këto vite që unë merrem me këtë punë, mos më ka bllokuar as greku as shkjau. Kemi bllokuar njëri tjetrin, shqiptar mes shqiptarësh. Po dëgjojmë gjuhën, edhe të ecim përpara, ne mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme. Gjithsesi gjuhën deri diku e keni gjetur dhe keni realizuar. Disa herë jo në mënyrën më paqësore të mundshme, në disa herë na është dashur të marrim vendime të vështira mes natës, edhe në Astir dhe për teatrin, dhe jo prej frikës ballafaqimit, por pas 3 vitesh ballafaqim, ajo nyja gordiane duhet prerë dhe ti nuk mund të vazhdosh deri në pafundësi. Pra kur ti thua ky është apo s'është monument kulture, dhe nëse zyrtarisht nga çdo qeveri fashiste, naziste, komuniste, EPD-s, EPS-s, nuk është shpallur kur,
Argument closed. Mbyllet argumenti, nuk mund të vazhdoj deri në pafundësi kjo gjë. Ne do fillojmë teatrin e ri, në janar do hapim garën dhe pastaj besoj që deri në pranverë do kemi një fitues për të filluar punën. E njëjta gjë ke Astiri. Pas 3 vjetësh digjen goma, rrihen policët edhe bllokohet rruga. Dikush duhet thotë enough is enough. Boll është boll, tash mjafton. Nuk mund të vazhdojmë pafundësisht. Kështu që shpesh herë jo në mënyrat më ideale të mbylljes së zgjidhjes këtyre argumenteve, por gjithsesi besoj vendime drejta për të ecë përpara. Gjithsesi viti 2021, që mund të themi ka qenë viti i rindërtimit, po mbyllet me festime. Kryeqyteti është bërë më i bukur se kur, me drita, me festa, aktivitete të ndryshme. Besoj ja u thon shpesh të merrni komplimenta? Me thonë bëhet qefi se besoj që viti i ri nuk është vetëm një traditë rutinë, ose më saktë, ishte traditë rutinë kur gjërat na shkonin vaj. Kur na ndodhi pandemia dhe tërmeti, kuptuam që jeta shumë e brishtë. Gjërat nuk shkojnë vaj gjithmonë. Këto gjëra që ne i merrnim si rutinore, filluam të na merrte malli për një koncert, për një kafe, për të takuar, për të puthur, për të përqafuar, për të qenë me njerëz, siç jemi gatuar të jemi me njerëz. Ne jemi specie sociale, nuk jemi vetanak, të paktën shumica e njerëzve. Kështu që kësaj gjëra që më përpara thosha më se do ketë fishek zjarre vit i ri, një vit që si ke të mungojnë. Kështu që këtë vit jemi kthyer më fuqishëm edhe me zbukurimet, po edhe në disa cepa të qytetit, pra nuk festohet vetëm në qendër, pra kemi decentralizuar dhe festën, ashtu siç kemi projektuar Tiranën policentrike. Ndërkohë për fëmijët lajmi i mirë është që do kemi spektaklin më të bukur të fishek zjarreve ndonjëherë në Tiranë, dhe bashkë me Alban Skanderajin dhe me Elvana Gjatën, 2 artistët ndoshta më popullor sot në Shqipëri, do e presim në sheshin Skënderbej, qeveria bëri një tolerancë vetëm për atë natë. Është pjesë e traditës, gjithsesi është në natyrë të hapur, pra nuk është një sallë të mbyllur, dhe do kemi një super spektakël. Do fillojmë që në orën 10 në datë 31 dhe pastaj do të numërojmë mbrapsht që do kemi një spektakël fishek zjarri, do vazhdojmë deri në mëngjes, me që jemi në ambient hapur dhe u lejuar qarkullimi pa orën policore. Edhe më vjen mirë që fëmijët po festojnë, nuk kanë asnjë faj. Sigurisht që s'kan asnjë faj për pandeminë dhe tërmetin, se askush s'kishte, po s'kan asnjë faj as për këto cicmicet që politika bën mes vete, që bllokojmë njëri tjetrin, dhe gjithë to telenovelat që ne i prodhojmë komplet pa arsye. Dhe të paktën ata meritojnë të kenë një qytet që nuk është peng i fajeve të prindërve. Apo i shërave tona. Shumë në këtë periudhë, nga koncertet, nga festimet. E kemi pasur të gjithë fund vitin. Nga të rriturit, nga fëmijët. Shiko, varet. Kemi pasur për shembull pardiem duket kishim një super koncert këngës tradicionale tiranëse. Zakonisht janë tiranëset e vjetër ata që pra një moshë pak më e madhe. Dhe sigurisht kur në shesh është Arilina, apo Elvana, apo le themi yjet e muzikës moderne shqiptare janë kryesisht të rinjt. Në disa raste kemi bërë xing, se kemi pas një super aktivitet në shesh Skënderbej, pastaj një te Nën Tereza, një në Pazar dhe një në Kala, dhe fakti apo ke liçeni. Dhe fakti që qyteti ka disa, kur kujtoj Tiranën para 6 vitesh, edhe ne harrim shpejt, po s'kishe ku të shkoja. Sot janë kthyer të paktën disa vende, po dhe disa aktivitete, se nuk mjafton vetëm vendi, po s'pati jetë. Sot isha në teatr, tek teatri i përkohshëm kombëtar, që është tek Artur Urbina, ndërkohë që Ema Andrea vinte një shfaqje, Altin Basha kishte një shfaqje tjetër. Ndërkohë në opera Zana kishte Arthysin. Pra fakti që sot në një qytet i ke 10 opsione çdo natë për jetë kulturore, provon atë që tha dhe ju, që Tirana ishte bishti i kavallit pas asaj periudhe të zgjumit, dhe ndërkohë në 5-6 vite është kthyer padyshim qyteti më dinamik në Ballkan. S'po them më i bukur, se është relative. Po që është qyteti që ka më shumë jetë në Ballkan, kjo është pak po e sigurt, dhe për këtë jam krenar, po dhe duhet mbajt me punë, mbajt për ditë. Dhe them që përsa kohë që të gjithë po gëzojnë nga pak, secili tek gjëja vet, përsa kohë që ekonomia po ecën, shumë njerëz më ngacmojnë, se me që më them, më çojnë komplimente për zbukurimet, më shumë më ngacmojnë për gjërat e detit në Baldushk. Unë jam naiv, unë bëj kastilat, patjetër. Pra unë besoj që nëse kryetari i bashkisë nuk ndjen krenari për një zonë vetën rurale, e cila punon gjithë vitin me misra me ullinë për të ushqyer gjelat, dhe që shiten 100.000 gjela në fund vit, të cilët nga 50 euro gjeli, sepse është 8-9.000 lekilja, prodhojnë 5 milion euro të ardhura për komunitetin e Baldushkut. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Dhe patjetër që do shkoj të bëj reklam dhe marketing, sepse them është mëkat të strapacosh një vit të tërë dhe ti je tek tregu më i madh në vend, që është qyteti i Tiranës, pra tek konsumatori më i madh në numër,
dhe të fitoj ai që sjell gjelin e ngrirë nga 100 vite përpara në frigorifer, konxhelat, ndërkohë që këta që e rrisin bio diskriminohen. Kështu që besoj që detyra e kryetarit të bashkisë është të promovoj verën e lundrës, vajin e ndroqit, pra është kjo java e madhe e konsumit, kjo koma ushqimore që kalojmë gjithë në këtë 10 ditë, por nëse ato para do shpenzohen gjithsesi, më mirë të shpenzohen dhe të rinë brenda vendit, se sa të shkojnë për vaj importi, verë importi dhe mish importi. Kështu që në këtë sens jemi siguruar që edhe në zonat rurale të gloj ekonomia dhe më vjen mirë që gjithë treguesit ekonomik të Tiranës, hotelet, restorantet, baret, klubet, taksit, zonat rurale po glojnë. Duhet ta mbajmë kështu. Të largohemi pak nga atmosfera festive. Unë vetë jam shofere, jap makinës me orë të gjata dhe nëse sot do më kishin lënë pas skenar, do ndalesha shumë gjatë tek problemi i trafikut. Çfarë do bëj Tirana gjatë 2022-shin për trafikun? Çfarë planesh keni për ta zgjidhur këtë problem? Është një e parapunës asnjë qytet i madh nuk e zgjidh problemin e trafikut. Pra sot teksa flasim ka trafik në Londër, sidomos fundi i vitit. Sot teksa flasim ka trafik në Broadway Street, pavarësisht se quhet rruga e madhe, Broadway. Ka trafik sot në New York dhe ka trafik sot dhe në Ginza në Tokyo. Pse? Është qyteti i madh ku duan të vinë të gjithë. Domethënë, as Athinaja, po as Erioni nuk e ka autoritetin të thotë dikujt, asaj shoqës tonë nga Peza, zemrat i mos hajde se jemi vetëm ne të Tiranës urbane, se do vijë ajo në punë. Pra për sa kohë që shikoni këtë komunitet këtu. Këtu kanë qenë serat e Tiranës, ku jemi ne sot. Domethënë Tirana këtu mbaronte kur unë kam qenë adoleshent. Pra këtu ne vinin për kumblla, për rrush, domethënë ishte le të themi një nga ato mistercëllëqe që bënim kur ishim fëmijë, që vinim në këto serat, amistrat, atë çka kishte. Ndërkohë që sot kjo quhet qendra e Tiranës, komuna Parisit. Domethënë shumë njerëz as nuk e din këtë që po them unë. Nuk e di nëse gjenerata jote e mban mend atë që thash, po shumica e njerëzve që jetojnë këtu as nuk e din që këtu kanë qenë sera dhe tokë bujësore. Pra, destini i qytetit të madh është që të rritet. Vitin e kaluar kanë ardhur në Tiranë 32.000 banor. Ndoshta edhe për pandemisë, tërmetit, shumë prej Kosovës, shumë italian. 32.000 banor janë 10.000 apartamente, pra po e marr mesatarin 3.2 për apartament, disa kanë fëmijë, disa s'kan, po kjo është mesatarja, dhe 32.000 banor kanë regjistruar 10.000 makina. Pra janë regjistruar 10.000 makina në Tiranë. Tash ti as mund të thuash rrini se ne u mbushëm dhe s'ka më vend për ju, se autobusi u mbush. As mund të thuash jo, hajde, po hajde me gomar, mos hajde me makinë. Sa i thot, siç Athinaja dhe Erioni patën shansin të kenë sukses në Tiranë, ta provoj dhe unë, dromecën dhe mua. Kam mësuar shumë, dua të punoj, dua të shkëlqej, ky është vendi ku bien sy të gjithë. Kështu që trendi do jetë gjithmonë ky. Këtë duhet të kuptojmë para se të përgjigjem. E dyta, rrugët janë këto. Rrugët janë këto. Ti në bulevardin e Tiranës, apo në unazën e Tiranës, ti nuk heq dot as ministrinë e jashtme, as kryeministrinë, as kuvendin, flas dot shtetërore, sigurisht as të banorëve. Se secili thot ta bëjmë, po themi, po të ishte shtëpia jote, do që ta prishim ta zgjerojmë çik rrugën? Jo, timen jo, po shif të Athinas, Pra, pakti që ne kemi bër, kur kemi lënë vendet tona, kur nëna ime la Vlorën dhe babai im la Beratin, që në ato kohë ishte që do shkojnë në një qytet që ka dhe tjerë që në 8 mëngjesit do shkojnë punë. Sot në Tiranë 8 mëngjesit për të shkuar në shkollë dhe në punë dalin 200.000 makina në të njëjtën orë. Pra është ajo që quhet peak hour. Si zgjidhet? Patjetër, unaza ndihmon. Ajo që ne kemi bërë ke Astiri ka zhbllokuar trafikun aty. Dhe ne do të vazhdojmë dhe në drejtim të Laprakës për të takuar në Tufin me rrugën e Arbrit dhe pastaj për të takuar në Fark të Madh. Kështu që për shumë lëvizje ku dikush vinte në Laprak dhe vinte deri te Kali Skënderbeut nga rruga Durrësit, sot rruga Durrësit fal investimin që bëm, nuk ka trafik. Mund ta xhironi në çdo orë të ditës rrugën e Durrësit. Sigurisht aty dëgjova batutat, që është kjo rruga Durrësit që s'të çon në Durrës etj. I dëgjova ata. Po për sa kohë që kem marrë ekspert gjerman, për sa kohë që kem marrë njerëz që merren me urbanistik, arsyetimi ishte më mirë vetëm vajtje për në qendër dhe vetëm kthim nga Minepeza dhe Qartazi sot, rruga Durrësit, nga rruga më e ngarkuar është një rrugë që është liruar. Pra, do vazhdojmë me ndërhyrje të tilla. Thjesht e bëra parashtrimin për t'ia hequr iluzionin dikujt që kushtot që do zgjidh trafikun në Tiranë është gënjeshtar, se trafik gjithmonë do ketë për sa kohë kur bieshi njerëzit shtojnë automobilet, kur ishim në pandemi, sidomos në fillim të hapjes shkollës, shkolla u bë me 4 turne. Pra dilte një palë prindër 8:10, shkonte dhe i merrte, një palë tjetër 10:12, 12 me 2 dhe 2 me 4. Pra ndodhen shumë gjëra. Fundi i vitit edhe në Londër është
kolaps, edhe në Paris është kolaps. Pse? Të gjithë shkojnë në kryeqytet për shoppingun, për fotografi ke bredhi. Unë e shoh, unë kam zyrën tek Sheqi Skënderbej. Te Sheqi Skënderbej është mizlisi. Po një mënyrë për të mos pasur shumë njerëz është mos ta bëjmë kaq bukur. Mos i mbledhim plerat, mos të vëmë drita. Pra ne kishim atë lloj qyteti. Dhe s'kishte trafik atëherë me drejtë, kush donte të vinte në qendër Tiranës, ishte një rotondë e madhe, kush do rinte në mes të kancerit të makinave. Kështu që ndonjëherë, jo për të justifikuar, ne bëhemi viktima të suksesit ton. Pra, i bën gjërat në një mënyrë tillë që të gjithë duan të vinë në Tiranë, sepse fëmia ka parë shoqen e vet në Instagram, thotë shkoj dhe unë nga Pema. Disa gjëra të tjera që kanë të bëjnë përveç infrastrukturës është kultura. Kultura. Në ditë të bukura si sot, për distanca të vogla, nuk shoh asnjë arsye pse njerëzit duhet marrin makinën për të shkuar nga një kafe ke tjetër. Kur fare mirë mund të shkohet me biçikletë, mund të shkohet në këmbë. Transporti publik nuk është perfekt. Unë jam i ndërgjegjshëm për këtë. E gjeta të privatizuar, pra nuk gjeta një linjë shtetërore dhe nuk e rregullova, po gjeta të privatizuar. Për këtë do thonë që se Lali po do e bën, jo, se ai shkon në gjykatë, ai thotë kam kontratë, ma ke privatizuar, s'mund ma marrësh mbrapa, pra është e komplikuar. Po prapë dhe sot, s'mund të thuash që Unaza, linja e gjelbër sot, është siç ka qenë tjetra, është ku e ku më mirë. Janë më shumë autobusa, më të pastër, pra ky është një proces që ne do ta vazhdojmë, vitin tjetër do të kemi të dedikuara edhe korsitë autobusëve siç kemi bërë me biçikletat, i kemi në disa rrugë, rruga Durrësit, rruga Dritan Hoxha, por do t'i kemi në të gjithë Tiranën, që ajo të jetë një korsi ekspres. Pra, kush po del vullnetar dhe po lë makinën që të marrin autobus, do shpërblehet duke ecur më shpejt. Pra kjo është incentiva që përdorin gjithë qytetet moderne. Dhe do vazhdojmë me korsitë e biçikletave. Nuk bien sy aq sa thon faktet, por ne kemi pasur 1% përdorim e biçikletave para 5 vitesh. Sot e kemi 10%. Do thuash ti s'mjafton. Patjetër, por është prapë 10 herë më shumë se ç'kishim përpara, ku njerëzit biçikletën e shikonin si një gjë, si një rrezik konstant. Sot që janë të dedikuara apo që janë mes pemëve tek rruga Zogu i Parë apo rruga Kavajës, ti shikon apo në gjithë to zonat qendrore të Tiranës goca me biçikleta. Ti nuk shikoje dot burra me muskë me biçikleta, jo më goca. Kur del një gocë me biçikletë, të jep sinjalin që tani ai vend quhet i sigurt. Siç ne pam, sa pastruam liçenin, hoqëm fekalet, kanalet e zeza, të gjithë ndërtimet pa leje në bregun që ishte ish komunafar, ke liçeni i Tiranës, apo ty ku mblidhej plastike, digjeshin inerte, u kthyen zogjt. Duket si një gjë komplet banale, po jo, po kur kthehet një specie e gjallë, të konfirmon që ai është ambienti i jetueshëm. E njëjta gjë edhe në habitatin urban, kur kthehen gocat me taka në biçikletë, do thotë që për sa kohë dhe për dikë që është zbukuruar për të shkuar në një aktivitet apo në një event, në një punë, ndihet e sigurt dhe nuk bullohet nga një mahamër që të vjen në korsi, do thotë që ky habitat po bëhet më i pranueshëm. Kështu që ne do ta vazhdojmë të trendin. Vitin që do jemi viti i rinis, do inkurajojmë. Kjo është arsyeja pse këtë vit dhurata ime për të gjithë nxënësit me 10 ishte i biçikletë. Për të thënë që mund ta ndihmoni me një kulturë të re, kur je në formë fizike të mirë, nuk shoh asnjë arsye pse të dalësh vullnetar, të rish në trafik. Ndërkohë për gjithë ata që mërziten nga kursitë e biçikletave, kam një pyetje. Po mirë, po ai personi që është në biçikletë, që ti thu se meriton atë kursin, po sikur ti ishte me makinë, edhe ai si puna jote, do kishte më pak apo më shumë trafik? Sigurisht kur e thua këtë, e mirë kuptojnë. Pra çdo njeri në biçikletë apo në autobus i ka bërë një super nder një shoferi. Pra jo vetëm nuk duhet i bullojnë edhe të ankohen, po duhet të gëzohen sa herë që shohin dikë me biçikletë ose në autobus, sepse mund të ishte dikush gjithashtu në trafik që do e bënte edhe më të gjatë. Po, sigurisht. Si përfituroni vitin 2022? Si përfituroni qytetin, kryeqytetin Tiranë? Shiko, e shoh si një mundësi të jashtëzakonshme, pra na është dhënë një fat i madh për të rregulluar imazhin e vendit. Do ishte naivitet të thoja çdo gjë është perfekt në Tiranë dhe në Shqipëri. Jo se nuk jam krenar, patjetër që jam shumë krenar për gjërat që kemi bërë, por unë e di që ka gjëra akoma për të bërë, krahasuar me qytetet e tjera. Nga ana tjetër, një pjesë të imazhit se kemi fare në dorë. Brezi ynë, ka ndodhur gjëra në 97-98, çfarë kemi ne për piramidat e për ato, ne kemi qenë fëmijë. Por e vërteta është që ne e trashëgojmë këtë imazh. Pra kjo gjenerat trashëgon dhe imazhin ose imazhin e vendit komunist, e një vendit izoluar ku shumë njerëz thonë, "Oh, akoma Enver Hoxha, Korea e Veriut e Europës." Tash do ky është imazhi që ne kemi. Edhe ca njerëz që thonë po këta janë trafikantë, që s'është fare vërtet. Se si vjen droga, nuk kalon në shtete të tjera, vjen direkt nga Afganistani në Tiranë dhe pastaj nga këtu shkon në Holland, kalon gjithashtu në Shtetet e Bashkimit Evropian. Pra, ne jemi në një pozitë gjeografike, siç kalojnë dhe emigrantët, kalojnë edhe nga Greqia dhe nga Maqedonia.
por ne kemi në mënyrë disproporcionale këtë nam të keq. Dhe shoh vitin e rinis dhe 1000 aktivitete dhe shumë organizime sportive, kulturore, artistike, si një mundësi të shkëlqyer që themi, po jo mëse nuk kemi të tillë. Patjetër që kemi probleme. Ju keni parë, kam pasur debate me personazhet medias, po do ishte pa vërtet thoshe që çdo pronar media është trafikant droge. Se një njeri nuk mund të ndyjë të gjithë sferën mediatike. A ka gazetarë që vënë gjoba patjetër, po nuk janë 90% e gazetarëve. Është vetëm një minorancë e vogël që funksionon me këtë mentalitet që unë do të bie derisa ti të paguash. Dhe kjo dihet, po nuk janë të gjithë kështu. E njëjta gjë vlen edhe për gjithë ekosistemin tonë. A ka probleme Shqipëria? Patjetër, por nuk janë të gjithë trafikantë. Tu ka çuna dhe goca si puna juaj dhe gjithë stafit tu që punojnë me idealizëm, i bëjnë gjërat me pasion, janë profesionistë, nuk vënë gjoba, thonë të vërtetën, i kontrollojnë faktet, krenohen për njëri tjetrin, ajo që the që ne jemi kjo skuadër, unë ndihem mirë me këtë skuadër, pra flasim mirë për njëri tjetrin, nuk jemi ne të gjithë cinik dhe negativ dhe gjobaxhin. Kështu që tani këtë histori duhet me e tregu. Thoshte një profesor im, it's not enough to create a story, you also have to tell the story. Pra nuk mjafton ta krijosh historinë, pra të bësh gjithë të punë, duhet dhe me e tregu. Kështu që ky është një shans historik që ne ta tregojmë të histori. Dhe themi, po, e filluam si një vend komplet izoluar. Erdhëm në disa raste, ndoshta ju kemi trëmbë kur vini me anije, me skafe, kalonim kufi, po çdo njeri i varfër dhe i shtypur duket fatkeq në situata të tilla, por nuk është ky imazhi ynë. Shumë prej tyre tani janë kthyer, kanë hapur biznese, kanë hapur restorante, si hahet në Tiranë. Sipas gjithë guidave turistike, nuk ka vend të dytë që na afrohet tek kënaqësia që ndjen një turist. Kështu që dua ta shfrytëzoj këtë vit bashkë me kryeministrin e mobilizuar, e ka ftuar shumë kryer shtetesh, president, kryeministra, ministra të jenë prezent dhe të shohin që sot realiteti i Tiranës në këtë kryeqytet të rinis është komplet ndryshe nga imazhi që mund të kenë në 97-98. Dhe tjetra që është më e rëndësishme, dua që ta përdorim, ju po e përdorni këtë banakun këtu si një platformë ku dhe kryetari i bashkisë ketë mundësi të thotë çka kanë kokë ose çfarë po bën me qytetin. Tani në mënyrë figurative ne duam përdorim të gjithë Tiranën si ky banak. Që të ftojmë çuna dhe goca nga Peja, nga Mitrovica, nga Ulqini, nga Prishtina, nga Gjilani, nga Tetova, nga Gostivari, nga të rinj që jetojnë ndoshta kanë ikur me studime, kanë një klub, kanë një aktivitet, kanë një kampionat. Pra duam që të jetë për të gjithë të rinjtë e shqiptarisë për treguar që kjo është raca jonë, ky është kombi ynë, fatkeqësisht jemi ndarë në shumë shtete gjëra që s'kemi pasur në dorë, fatkeqësisht kaluam periudhën e komunizmit, luftën e Kosovës, piramidat, këtë tranzicion dhimbshëm, po prap kemi mbijetuar. Pra ne jemi survivors, ne jemi mbijetues. Jemi mbijetues dhe ja kemi dalë, unë them me shumë dinjitet. Nuk njoh shumë vende që u goditën dhe nga tërmet dhe nga pandemia dhe prap të kanë dalë më të fortë se ç'ishin. Me gjithë respektin, Italia është një vend që kam shumë për zemër, kam shumë kolegë italianë, kryetar bashkish, po miqtë e mi në bashkitë e Amatriçës apo të Akuilas, apo të Potencës, Potenca fjala vjen ka 40 vjet që ka mbaruar tërmeti, ka akoma njerëz në rulotë. Akuila u bën 12 vjet, ka akoma njerëz. Amatriçë ka bërë vetëm mencën e fshatit dhe një kish me shtëpi ka filluar akoma prej burokracisë, nuk i hy asaj. Po fakti që një vend i vogël, me leadership mirë, me kryeministrin, me gjithë njerëzit që u mobilizuan në çdo cep, arrin të ngrihet më i fortë për gjëra që dhe vende më të mëdha si bëjnë dot, po duhet më thënë këtë histori. Pra hajde të kritikojmë njëri tjetrin kur ka kritika, po hajde të themi edhe një fjalë të mirë. Se njeriu inkurajohet me zell nga fjala e mirë. Kështu që unë dua që kjo të jetë një fjalë e mirë për gjithë shqiptarinë. Do doja të ndaleshim pak më tepër tek e ardhmja. Dhe së fundmi Tirana ka fituar një çmim, kryeqyteti rinor evropian, është një çmim vjetor që i jepet një qyteti evropian dhe nuk është thjesht një çmim, por përgjatë një viti ky qytet zhvillon disa aktivitete rinore ku të rinjt përfshihen dhe lidhen me autoritetet lokale. Fillimisht do doja të pyesja si u prezantua Tirana që fitoi këtë çmim. Shkoj, ishte një proces që ka vite që zhvillohet si garë. Pra, fjala vjen qyteti mbasnes është një qytet në Poloni, Lvivi, pastaj Lublin, pastaj është Gent në Belgjik. Në raundin e parë aplikojnë 100 qytete, pra ne kemi filluar këtë garë që në vitin 2018 dhe ka pasur 600 qytete në garë. Pastaj u reduktuar në 100, pastaj në 20, pastaj në 5, pastaj fituam. Kështu që është shumë kompetitive dhe unë besoj ne fituam sepse tham që ne jemi autentik. Ne nuk u hoqëm si diçka që nuk jemi. Pra nuk i tham juristë që ne jemi Parisi dhe Vjena, se s'jemi. Qyteti i Tiranës
për moshën e qyteteve konsiderohet qytet shumë i ri, 101 vite kryeqytet. Ndërkohë, këtu flasim për qytete që kanë mijëra vite. Kryeqytetet kanë qenë kryeqytete jo vetëm të Francës e të Anglisë, apo të Belgjikës, apo të Portugalisë dhe Spanjës, po nga këto qytete, nga Madridi menaxhoi gjysma Amerikës Latine, nga Portugalia gjysma tjetër. Anglia quhej vendi ose Londra menaxhoi pothuajse gjithë bota, nuk kishte një hapësirë në meridian dhe në paralel, që nuk kishte një pronë britanike, të udhëtuar nga Australia deri në Kanada. Kështu që këtu flasim për një kryeqytet që nuk është i këtyre përmasave, nuk ka këtë vjetërsi, nuk ka këtë pasuri të akumuluar ndër vite. Është një qytet që ndodhi si aksident, u bë kryeqytet, qeveria nga Durrësi shkon në Lushnjë për kongresin e Lushnjës, pushtohet nga Marina Italiane dhe devion në Tiranë vetëm për të qenë përkohësisht. Ai aksident fatlum e bëri Tiranën kryeqytetin e përjetshëm besoj të shqiptarëve. Kështu që ne jemi produkti një aksidenti, ne jemi këtu produkt i një lëvizje të madhe demografike mbas viteve 90, pra kur ra komunizmi dhe njerëzit erdhën nga ana sepse falimentuan shumë aktivitete ekonomike dhe mbritën në Tiranë, por jemi autentik. Pra i kemi mbijetuar të gjithë këtyre sfidave. Sot në Tiranë hahet mirë, pihet mirë, arktohesh, ke aktivitete kulturore dhe ajo që është më e bukur është ne jemi një kryeqytet sot me 144 kombësi. Shumica e njerëzve nuk e dinë. Po në Tiranë ka 144 kombësi që jetojnë. Ne ndoshta njohim më shumë italianët e grekët, po në arkivën tonë kemi kaq shumë kombësi. Pra është sot një qytet kozmopolitan. Pra ti shikon njerëz të gjitha ngjyrave, të gjitha feve dhe bashkëtesa jonë fetare është një nga gjërat më të bukura. Asnjë nga ne nuk e pyet tjetrin para se të fillojë të jetë musliman apo të jetë krishter. Se s'është fare temë, do ne nuk e kemi temë, ndërkohë që për shumë vende jo vetëm që është temë, por është edhe temë për të bërë luftë. Kështu që në këtë sens ne thamë ne nuk jemi perfekt, por ne këta jemi. Edhe besoj që juria vlerësoi të qenit autentik dhe unë them që me 1000 aktivitete që kemi përgatitur për 2022-shin, do provojmë që e kemi merituar atë titull dhe ndoshta do kemi performancë më të mirë të çdo qyteti përpara nesh. E uroj vërtet këtë gjë. Çfarë përfshin më tepër këto aktivitete? Si do të përfitojnë të rinjt dhe cila është ftesa juaj për të rinjt, jo vetëm për të rinjt e kryeqytetit të Tiranës, për të rinjt e Korçës, të Sarandës, të Vlorës, për të rinjt e Kosovës, të Prishtinës, kudo që ka të rinj dhe flasin shqip. Janë disa tema, pra do ketë një le të themi skalet aktivitetesh vetëm sportive. Ku ne do kemi këtu nga kampionatet e peshkngritjes, e të futbollit, e të shahut, e të tenisit, e të padelit, e të gjithë këtyre federatave. Disa janë thellësisht kulturore dhe masive. Vjen Maluma, Rita Ora, Dua Lipa, shumë tjerë që jemi duke negociuar që të jenë prezent për vitin e rinisë. Disa tjera nuk do jenë spektakël, por do jenë ka të bëjë me temat aktivizmit, aktivizmi politik, aktivizmi mjedisor. Sot me Greta Thunberg edhe shumë të rinj që po e sjellin çështjen e mjedisit në qendër të vëmendjes, të rinj po bën shumë më të ndjeshëm. Sot kur mbjell një pemë, nuk ka aq shumë cinike dhe trollca sa ç'kisha përpara 5 vitesh. Si një pjesë atyre thonë po pritëm se s'është për gallat. Patjetër që Lali e bën duket çiksi gallat, si lojë me lopata, me ditëlindje, me gjëra, që është një mënyrë për ta bërë çik më sportive krizën mjedisore, po ajo është një krizë vërtet dhe fakti që sot shumë të rinj që deri dje talleshin, sot garojnë për mbjellje pemesh, do të thotë që mentaliteti ndryshon edhe që ka çështje e rëndësishme. Kështu që i kemi grupuar në tema, po thash, do ketë nga aktivitete me 100.000 veta në shesh, te aktivitete vetëm me 10 veta që janë pjesë e një grupi ekologjik ose një grupi të këngëve të valleve, me që më përmendë krahinat. Pra ajo që ftesa që i kemi bërë çdo bashki dhe komunë së mos shqiptarëve është një mënyrë për t'ju thënë trajtoni Tiranën si sken dhe këtë si një mundësi për të promovuar çunat dhe gocat tuaj, që mund të kenë thash talent në sport, apo në një grup muzikor, në një band, apo në një grup folklorik, apo në një grup kërcimi, kështu që duam që të jetë skena mbar shqiptare për të promovuar çunat dhe gocat më të mirë që kemi. Zoti Veliaj, urimi jon, urimi i Drejtare TV për ju është që ju të realizoni të gjitha këto projekte që keni për vitin e ardhshëm, të keni sa më shumë suksese në punën tuaj. Po urimi juaj për banorët e kryeqytetit. Athina, shiko, ne i themi gjithmonë njëri tjetrit të urojmë një vit të mbar. Pyetja është nga vjen mbarësia? Vjen nga qielli? Vjen nga ret? Mbarësia vjen nga ne vetë. Do thotë që nëse ne jemi çik më të mirë me njëri tjetrin, çik më të dashur, nëse më pak egoist, më pak cinik, më pak thashë theme, më pak xhelozi dhe inate me njëri tjetrin, ne do kemi një vit mbar. E kemi ne në dorë vetë. Se ndonjëherë urojmë gjëra sikur një forcë abstrakte do na sjellë mbarësinë. Ne kemi në dorë vetë.
Ne kemi në dorë vetë jemi familjar më të mirë. Ne kemi në dorë vetë jemi shokës e shoqe më të mirë. Ne kemi në dorë vetë jemi komshi më të mirë. Ne kemi në dorë vetë jemi shofer më të mirë. Mjafton mos t'i bish Boris kur kalon një plak, ose të sillesh me nerva sa ndizet semafori, me që ajo është një gocë e parë dhe ajo se ka fut marshin ai shpejt, sa ky trimi që ka borit madhe, po vetëm ajo ta bën jetën çik më të mirë, dhe ta ul pak stresin. Pra secili prej nesh duhet të bëjë një pyetje vetes. Unë do jap një kontribut për këtë mbarsinë përpara se t'ia uroj tjerëve? Do jem unë vetë më i mbar në të gjithë hapësirat ku unë lëviz dhe ku unë shkëmbej energji me njerëzit? Kështu që urimi im është të jemi pak më të mbarë, më të mirë me njëri tjetrin. Harxojmë shumë kohë duke i vënë stërkëmsha njëri tjetrit, duke mos ja falur suksesin tjetrit, ndërkohë që pse amerikanëve ju shkon fjoll? Se të gjithë thonë I'm very proud of you. Dhe unë thosha në fillimor, ku ta s'mjohin mua fare? Po vetëm fjala e mirë kur tjetrit thotë jam shumë krenar për ty, vazhdo ec përpara se ç'keni të motivon. Kështu që ne e kemi në dorë vet. Dhe me që e kemi në dorë vet, urimi është le të bëhemi pak më të mirë me njëri tjetrin. Zoti Veliaj, pavarësisht programit tuaj të ngjeshur, unë ju falenderoj që gjetët kohën të ishit sot me ne në studio. Faleminderit. Shumë kënaqësi dhe gëzuar.